Një nga kulturat më të njohura bujqësore të zonës së Devollit, qepa e Boshgradit, po përjeton një rënje të sipërfaqeve të mbjella, duke reflektuar vështirësitë me të cilat përballen sot fermerët vendas. Dikur një ndër burimet kryesore të ardhurave për shumë familje të fshatit, kjo kulturë po kultivohet gjithnjë e më pak nga viti në vit. Sipas fermerëve, kostot e rritura të prodhimit, mungesa e një tregu të qëndrueshëm dhe largimi i të rinjve drejt emigracionit kanë ndikuar në uljen e interesit për kultivimin e saj. Reduktimi i popullsisë dhe mungesa e fuqisë punëtore kanë sjellë vështirësi në përballimin e punëve bujqësore, ndërsa dhe konsumi në tregun vendas ka pësuar rënje. Ka qenë qepa për vitesh e mbjellë, 10 vjet të fundit ka rënje dhe nuk kem prodhim qepe në fshatin Miras. Këtu janë 5-6 familje që mbjellën e para punës një nuk ka fuqi punëtore. Rinia ka ikur. E dyta është çmimi që është në rënje. Tregtari vjen dhe thotë do më jap për çmimi sa më le vërtet mua. Sipërfaqet e qepës ka rënë kur Gjerdie për shembull ishin 400 familje në fshatin Miras. Ngel 200, nga këto 200 nga një dylym i thoshin 200 dylym qep. Sot mund të ketë 10 dylym. 1 kilogram qep shkon 150 lekë, ose 15 lekë të reja. Banorët e zonës kërkojnë mbështetje konkrete për të nxitur zhvillimin bujqësor dhe ruajtur traditën për prodhimin vendas. Përveç qepës, banorët merren dhe me kultivimin e drithrave, patates dhe perimeve të ndryshme, si dhe me blegtori në shkallë familjare.